3.000 djem dhe vajza vrau Ajutullah Khomeini në Teheran para 1 muaj apo 2 muajsh. Nuk tha një fjalë të vetme për ekzekutimin e tij. Pse nuk foli? Kompleksi i diktatorit. E ndjen në shpirt se është si ai, është diktator. E ndjen në shpirt se koha për të nuk po punon. Po edhe ne tani, ne nuk presim të vijë as Amerika, as kush tjetër, ne jemi mirënjohës dhe duhet jemi shumë mirënjohës. Edhe ju e dini që unë e bëj me gjithë zemër mirënjohjen, ndaj miqve që erdhen i thanë që në qofë se mron Belindër, ti me ne s'ke punë më. Se nuk mundet që ne të pranojmë një qeveri e cila del mbi ligjin, mbi kushtetutën për të vjedhur. Ja thanë Gjermanët. Në mbledhjen e grupit i shpalli armiq, lëra tha, ata kanë bërë të këqija shumë thane. Na kanë dhënë 1 miliard e 500 milion euro ndihma në të gjithë Shqipërinë. Edhe këtu ndihmat e tyre janë ndjerë, i kujtoj si sot. Po kështu vendeve tjera, atër jo. Sa do të mbylli shtinë e dyrë të Europës, do të mbyllim ty në qelije di Rama. E ta them haptas. Ti do shkosh në burg. Po. Dhe as mos negocio, as mos u lodh me negociue, se forcë në botë që pengon populli shqiptar pa të quë ty aty ku e meriton nuk ka. Por tregove se e jaftë të bësh ndaj tyre ato që ka bërë Enver Hoxha. Ato që ka bërë Enver Hoxha. Ta izolosh, ta grabisish, ta shtypësh,